Joaldi Vziku është një nga trit e pasionuar të futsallit të Vllaznisë që këtë sezon po bën mjaft mirë në fushën e lojës. Urime. Faleminderit. Po mundona me lanë maksimumin, besoj çdo neshje e kena lanë dëshmi se po jena në rritje. Një fitore me Tiranën Mran Shkodër normal që janë, edhe ban me hedh një kam në drejt titullit kampion. 6-1 duket një fitore e thellë, në fakt në fushë nuk pati edhe shumë ndoshta diferencë. Besoj se e kena përgatit shumë mirë këtë neshje, duke marrë parasysh çdo lëvizje të kundërshtarit. E kena përgatit stërvitje gjatë edhe besoj rezultati i tregon tana. Tentuat shumë për të shënuar sot një gol, por nuk arriti qëllimin, ndoshta ndeshjet e ardhshme. Ndoshta ndeshjet e ardhshme, shpresoj shumë edhe unë që të ndihmoj ekipin edhe me gola, jo vetëm me performancë, por mendoj që çdo sekondë, çdo minutë është i vlefshëm për ekipin. Kemi thënë edhe herë të tjerë vini nga futbolli i madh, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, jeni ambientuar shumë shpejt me futsallin. Mendoj që mendimin e përsuarit edhe të shokëve të ekipit, çdo gjë është e mujtën, një atmosferë jashtëzakonshme, edhe më ka bërë edhe mua për mundi sa më mirë edhe më ambientu. Një koleg yni në fushën televizive, Zamiri Vziku, i cili është babai juaj, po ndjek me shumë emocion, ndonë se jashtë larg Shqipërisë, është shumë entuziast për esurin tuaj. Normalisht, si çdo prind, është i gëzuar për fëmijën e vet, por po lanë mrapa edhe dojat e mi si kam mbështetje numër 1 edhe më kanë njek edhe prej afër, pavarësisht se babi prej larg, nuk mund t'i la mrapa sepse kanë bërë gjithçka për mua. Vziku, të pjesë Vllaznia sërish kampion edhe këtë sezon? Besoj që po, me këtë neshje besoj që e kena treguar domethënë që është e mujtën. Faleminderit. Sukses. Faleminderit.